Rreth 40 familje nga fshati Gura si Pogradecit janë prekur së fundmi nga një vendimarrje bashkisë, e cila ka dhënë me qira një sipërfaqe toke një biznesmeni të zonës, i cili pritet ta shfrytëzojë këtë territor për agroturizëm dhe ndërtime, por zona në fjalë pretendohet se është ndarë me ligjin 7501. Ne këtë tokë kemi marrë me 7501 dhe kemi aplikuar disa herë për të nxjerrë certifikatën dhe nuk na nxjerrin. E kam pasur të mbjellë të rrethuar, i ka prerë zotëria që ja ka dhënë bashkia me qira. Sipas këshilltarit Arber Male, vendimi për dhënien me qira të tokave është marrë në një terr institucional, ku ka edhe dyshime për parregullsi ligjore. Në 2 vjet e gjysmë, por edhe më parë në dijenin time nuk ka një vendim këshillit bashkiak. Prandaj, në qoftë se kjo ka ndodhur, kemi të bëjmë me një shkelje të ligjit dhe dikush aty duhet të mbajë përgjegjësi. Kryeplaku i fshatit Gurës, Arjan Çinari, tha se investitori nuk është konsultuar me banorët e zonës për paramarrjes së këtij vendimi. Problemi duhet parë thelb, është tokë ndar, duhet të liret, se ligji është për tokat e pandara. Nuk është për tokat e ndara. Në një komunikim me administratorin që ka marrë me qira tokën, ky i fundit është shprehur se prej 2 vitesh e ka në përdorim këtë sipërfaqe me kontratë të rregullt qiraje me Bashkinë e Pogradecit. E miratuar kjo edhe nga Këshilli Bashkiak, ku oferta e kompanisë së tij është shpallur fituese. Ai shtoi se në zonë do të realizojë investime në agroturizëm dhe pemtari, duke u shprehur gjithashtu i gatshëm për çdo verifikim mbi pronësinë e tokës në fjalë. Burime nga Bashkia e Pogradec bëjnë me dije se do të ngrihet një grup pune për të verifikuar nëse banorët e fshatit disponojnë dokumentacion mbi këtë tokë dhe në rast se konstatohet se ata kanë dokumente të rregullta, do të merren veprime të duhura ligjore për rregullimin e situatës.